Që shumë e lezetshme. Po. Të pëlqeu? Shumë e mirë. Të është të Ora preț ci una ca fi cu până de tona. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin e përgjigjeve më pikante se sa pyetjet. Ju e dini që zakoni jon është falenderojmë gjithë ata që na ndjekin. Zakoni jon është të falenderojmë gjithë ata që na ndjekin sigurisht në rrjetet sociale dhe nisim gjithmonë me diasporën. Dhe në fakt më kanë pyetur se pse me diasporën. Nuk janë shumica atyre që na ndjekin, sigurisht shumica atyre që na ndjekin janë brenda territoreve shqiptare, por i përshëndes gjithmonë sepse duke qenë se janë vetë person që kam qenë në diasporë, kam qenë jashtë Shqipërisë, di që ata që largohen kanë më shumë mall për vendin e tyre. Dhe prandaj ndërmjet mediave shqiptare, ndërmjet kanaleve ndryshme shqiptare, ata kanë mundësinë që të jenë në kontakt me atë të kaluarën e tyre që kanë nostalgji. Prandaj dhe i përshëndesim kudo që ndodhen. Sigurisht e përshëndes dhe të gjithë ata që ndodhen brenda territoreve shqiptare dhe i ftoj të bëjnë follow në Hoje Media, ju e dini tashmë zakonin, dhe follow në Flak Fare, e gjeni lehtësisht Instagram, Facebook dhe TikTok. Forca e zakonit fatmirësisht që doj që të falenderoj dhe sponsorat që pa ata s'do isha askund, prandaj nis me Argjendari Donaldo që e gjeni përballë qendrës Top Tani, atje mund të gjeni lehtësisht disa nga dizajnet më interesante, dizajne që vijnë kryesisht nga Italia dhe çmimet super konkurruese. Bumbun, që është rumi më i veçantë sot në Shqipëri, i cili ndodhet fatmirësisht që në ditën 1 në emisionin Flak Fare. Tonat me shije dhe përbërës për gjithë shijet e ndryshme dhe për tryezën shqiptare dhe sigurisht juten e cila është që nga dita 1 në emisionin Flak Fare. Thënë gjitha kjo tashmë do të shkoj tek e ftuara, e cila është një vajzë super simpatike, një super e sjellshme, 2 që në telefonatën e parë që pata me të ndjeva energjinë pozitive të saj, 3, dhe e gjitha kjo është merit absolutisht e saj personale. Prisi të thosha di kë. Lore në Flak Fare, faleminderit që je këtu. Oj, Ruti, faleminderit. Shumë faleminderit për ftesën. Si të kam? Kam prit këtë intervistën me ty. A ke prit? Intervistë që se më ta quaj. Po intervistë. Bashkëbisedim, po. Po, bashkëbisedim, intervistë. Me qef kështu. Në çfarë sensi e ke prit? Domethënë tipit që Jam super kurioze për gjëra kështu alternative, gjithmonë, edhe të kam ndjek. Kam ndjek shumë, po, edhe më kam pëlqyer shumë intervistat e tua. Sinqerisht, po. ke ndjek? Po, shumë. Kam seriozisht. E ndjek? Po. Për më shumë se sa thjesht 30 sekondë që mund të t'jap një view në YouTube. Domethënë, përveç se më jep views edhe e ndjek. Po. Ja, pra një i ftuar që e thamë, jo se më ndjekin dhe tjerë, për thjesht kam më kanë ndjekur, nuk është se. Të falenderoj shumë për faktin që na ndjek dhe të falenderoj shumë për faktin që pranon ti jesh në Flak Fare. Kjo është, sikur se the, alternative. Nuk e di se si ke personalisht marrëdhëniet me këto pikantet, sepse është dhe sfidë përveç se është një bashkëbisedim. Unë kam një tolerancë të lartë ndaj dhimbjes në përgjithësi. Për shembull, jam nga ato njerëzit që kur shkoj te dentisti mbushin dëmët pa mpirje. Dentisti? Po. Unë ati? Po. Do thashë. Unë kur shkoj te dentisti. I dhëm të mi dentistit. Po pse e bën këtë gjë? No, për të ndjerë gjallë. Jo, bëj shaka. Jo. Për të ndjerë gjallë. Për më shumë, sepse nuk e duroj dot atë efektin post mpirje dhe e toleroj dhimbjen në këtë sens, po ta thoja. Por kam njëkohësisht stomakun e një 5 vjeçari. Kam shumë të ndjeshëm, kështu që më beso, nuk do arrit deri te stomaku. Bëhen përgjithsisht djegja fillon. Stomaku mund të ketë një efekt sekondar, të lehtë, nuk është aq e tmerrshme. Kush vuan janë goja, syt, hundët. Po, këto kryesorët janë te goja, është kjo ndjesia e djegjes dhe ti më the, meqense ke stomakun i bie që ti nuk konsumon djegje, nuk djegje. Kur ikim për shkak të stomakut. Po, është një restorant shumë i lezetshëm indian në Tiranë. Po. Ushqim indian. Unë i du shumë erzat. Sa bëmë kat, do ta heqim në montazh, është reklam për indianët. Nuk i kemi qef. Se për shaka. Nuk kemi asnjë inat. Gjitha krajinat dhe zonat dhe racat gjitha e kemi. Unë vdes për erzat për Sa se do të thoshte për indianët. Okej, po, edhe filmat. Pëlqejnë filmat indianë? Jo, dhe aq. Ishte shumë weird. Më pëlqejnë, duhet ta them. Bën kat këtë? Okej. I kam shumë qef dhe kur vjen ai kur vjen kamerieri dhe pyet pikante nga 25-a?
Një. Jam kështu. Si urrej. Unë kam shkuar te ky indiani, me thënë vërtetën, edhe unë kërkova 5-ën, ata u mblodhën gjithë si staf. Studion. Po u mblodhën si kur e sollën ato djegësit. Se unë isha kurioz, më kishin thënë që indiani janë më djegësit të mundshme në Shqipëri dhe e mora ato, i thash më djegësit. Më tha mua shiko, djali 3 është mjaftueshëm. Tako i thash, 5 e di vet. 4, kupton po negocionte, i thash bëj 5-ën më burr, dakord. Paç marrësh veten qaf, tha. Ke parasysh edhe kur i sollën ato ishin mbledh gjithë për banak, rrinin shkonin gjithë. Kishte dalë kuzhinierja, shikon dhe prisin që realisht ndroja jetë. Vdisje, po. Yes. Nuk duhet thuash vdisja në një podcast seriozisht. Vërtet? Po. Ngordha. Ngordh. Yes. Edhe prisin gjithë, nuk ndodhi asgjë. I zgënjeva. Tërësisht. Okej. Dhe është gjithë një iluzion. Indianët nuk janë. Pikante, kam përshtypjen është psikologjike. Jo, nuk fare, kur djeg. Është reale. Kleti ka qenë këtu e di. Ka qenë Kleti ka formuar, okay. Ta nisim me të parë një herë para se të nisim me pyetje që kam për ty. Jam kurioz. Do më mund ta kapësh me dorë, mund ta kapësh kam këto. Jo, edhe unë shumë. Unë do ta kap me sallamat tona që janë kaq të mira, këto salcishet, po është kësh. Po. Jo, ti kape me çfarë duhesh. Është e para. Ajo është e para. Okej. Kremviçe Vici. Konkretisht si kam qef. Atë ti mos lyej nga shikë. Okej. Çfarë prizim? Atësit. Po, mirë tani. Jo, është shumë e lezetshme. Po. Të pëlqeu? Shumë e mirë. Pëlqen. Lore, pse të rasin Lore? Lore është emri i artit. Emrin gjatë kam Lorela. Dhe çdo kush në fakt Lorelat njeh thjesht si Lore, askush nuk di mbi emrin tënd. Veç ne nuk të njohim. Që kur nisam fakt të merresha seriozisht me muzikë, pas po themi asaj eksperiencës të The Voice of Albania. 2015-ën? A 2014-ën? 2014-ën, po. Pas asaj vendoset të kisha një emër arti, po, ishte më e thjeshtë. Dhe sot e identifikojnë të gjithë si Lore. Si Lore, po. Askush nuk të. Nuk është stresante sot të punosh në industrinë e muzikës. Shko, është pjesërisht stresante, po kam përshtypjen që në çdo punë është pjesërisht stresante. Cila është pjesa më stresante në industrinë tuaj? Se ju jeni artist, sigurisht keni pjesën kreative, supozohet se dikush që bën atë që dashuron, që normalisht e dashuron artin, nuk punon asnjë ditë jetës tij dhe normalisht ju duhet jeni stres free. Po cila është pjesa që të streson më shumë lidhur me këtë? Po, shiko, stresi zakonisht prodhohet në momentin që ti punon në presion kohe, po themi. Edhe që është në një formë edhe stres produktiv për ty. Okej, ajo është pozitive. Po, është shumë pozitive. Por ç'është ai vizioni jot që të shkojë deri në fund. Ai është proces, kupton? Që edhe të stresosh, se edhe të mbledhësh njerëzit. Po sfida e suksesit, ajo, do të thënë sa klikime bëre, sa e suksesshme, ajo është a mund të jetë një nga pjesët stresante të profesionit tuaj? Edhe kjo është sfiditore, domethënë. Mua për rafat gjatë, pastaj mua më streson ideja e të qenurit mediokër më shumë në këtë biznes, këtë industri. Afat gjatë. Mediokriteti. Afat gjatë, po. Po. Relative si fjalë kjo mediokre. Çfarë përcakton me mediokritet? Bazike, të qenurit në sens artistikisht, po. Lehtësisht e riprodhueshme. E qartë. A mund të jetë mediokritet për shembull edhe fakti i mos të arriturit sukses, klikimesh etj etj më radh? Jo, absolutisht, se lidh fare me klikimet. Jo. Jo. Lufta ime s'ka qenë në klikimeve të drejtën. Domethënë e dija që do vinte në një fazë të dytë të karrierës time, ndoshta në këtë moment, domethënë që jam edhe më prezente në treg. Tani po. Edhe shifrat edhe vlerat kanë një farë rëndësie. Po në fillim fare, në momentin që isha në fazën ku doja të vija një vulë artistike, doja të sillej një tingull të ri, doja të përfaqësoja njerëzit që po themi siç janë përfaqësuar muzikalisht këtu në këtë treg. Edhe ajo që sfid më vete, por nuk ishte lidhje me klikimet. Dija që do ishte një fazë pak më e vakët. Por tani po. Tani ke vënë një lloj ambicie. E te e dyta se më humbet. Yes. Se mos Shi. E zhyta? E po, për zotin. Nuk. Është? Duke të unë ka për gjuhën në piskatore. Ky ishte përshkrimi më kreativ që kam dëgjuar flakpare për sa. No, është shumë e lezetshme kjo. Oh? Nice. Kjo është tipik nga ato djeg, po më pëlqen ndjesia e djegës. Okej. Duke të godelis gjuhën. Kur domethënë ty në 2014-ën, sigurisht e përmendë, ke dalë brica reagimi, ke dalë në Voice
aty kishe mentorim Elton Dedën. Shumë e suksesshme gjithë eksperjencat, paktën unë e kujtoj që atëherë gjithë rrugtimin tënd. Pas asaj në 2015-ën ke pas kur ka qenë bashkëpunim me DJ me Aldon, çfarë viti ka qenë? 2016-17? Po, diçka tillë. Fill mbas Voice, domethënë, një vit mbas mbaroi Voice-in. Okej. Po, ne punojmë për një material që Aldo më kontaktoi mua. Mbas asaj Çfarë gjeti Aldo? Pse Aldo të kontaktoi ty? Ishte vokali jot, ishte karakteri jot? A nuk të ka thënë gjë? Jo. Thjesht kontaktoi, dua ta bëj me ty. Kaq pak a shumë, nuk e di, kam humbur lidhjet, nuk e kam idem fare çfarë bëhet me të, edhe skujtoj shumë nga ai bashkëpunim, domethënë. Por që e kujtoj shumë mirë faktin që donte të kishte një vokal shqiptar në një nga prodhimet e veta. Më tej, pastaj ti bashkëpunon me Vinvelin, që bëhet një këngë, një hit që akoma po reziston dhe sot. Gjithë njerëzve që mund të thuash emrin tënd realisht asociojnë me atë këngë, të lidhin drejt për drejt kur thua Lore për shembull lidhet me këngën Tonight, ë? Po, Tonight. Tonight? Si e thet Tonight? Tonight. Tonight, she has an English accent. Tonight's the night. Tonight's the night. Edhe atë aksentin në anglisht je ke shumë të mirë, çfarë është e vërtetë, domethënë ç'ne ke je konsumatore e muzikës huaj? Ai shumë kam dëgjuar muzikë të huaj ndër vite, saqë kam pas shumë të vështirë që të këndoj gjuhën shqipe siç duhet. Po. Do s'po duket sikur ke problem. Kam pas shumë të vështirë. Mos më dëgjoj sot. Flasim këtu e para 5 vitesh. Dëgjoj nesër tha. Më dëgjoj dje. Këtu e para 5 vitesh kur fillova që të eksperimentoja edhe me kështu projekte individuale, këngë shqip. Kam pas shumë vështirë, duke sikur ishte një huaj që këndonte mundohej që të mësonte shqipen. Si një kohë që ka jetuar në Amerikë. Përmbullakosja shumë, dëgjoja shumë muzikë britanike, edhe kur di, kam përshtymin ka qenë edhe një defekt gjenerate deri diku. Kupton, problem gjeneratës time, që dëgjonim shumë. I got you. Ja. Kishim atë prirjen e shqiptarët për tu I feel it. E kishim ne shqiptarët atë tendencë për të shkuar drejt, po nuk është gjë e keqe. Jo, ishte shumë bukur, ishte frymëzuese. Ishte frymëzuese. Ishte shumë frymëzuese. Kush ka frymëzuar më shumë nga ata, po direkt pas salsës tret, sepse më ftohesh. Okej, po. Kjo salçiçe pa. Okej. Po tani ç'ndo? Më zhveshur si motoriste sot. I ke qef motorat? Moto mami, po, shumë, po. Do mësoje vetë jepje në një? Po? Pse se ke bërë delania, po s'ka... Kam mësuar vetëm motorin elektrik. A je pa dyre të vegjële? Ata janë më të rrezikshëm se të mëdhenj. Baby steps, shumë. Po nuk i jap në publik. Po ti e kaq gocë e edukuar, e kaq dogji çika? Po, kjo treta ishte, më të shpata unë duket se mbarova atë tretën. A lyre shumë? Shumë. Dogji? Mirë, mos shkoje njëri që toleron, ti bën mbushje dhëmbi, ka me dhëmë të pjekurista, kupton? Kam pas dhe piercing në gjuhë, kështu që... Ke pas piercing në gjuhë? Vetëm në gjuhë? Apo je tip që... Jo, i kam pas komplet edhe veshin, po. Po kam pas piercing në gjuhë, kështu që me gjuhën... Që të thotë që fakti që ke pas piercing në gjuhë e bën më të ndjeshme? Jo, s'ka lidhje fare. Vetëm ideja domethënë që gjuha ime ka heq. Ka heq, dhe atë e ke për pampirje, besoj? Po, sot e dirë. Ti ke, nga këtë mpirjen, ke problemin e humbjes kontrollit, që domethënë pse nuk do mpirjen, që po e lidh metaforikisht tani, mos është e ke parasysh humbje kontrollit të gjërave që ka, po thjesht bezdis kur qesh edhe s'çohet buza. Po, bezdis ajo fryrja dhe që të vazhdon të dritën normalisht, domethënë duhet të ndokohesh një 7 orë. E vërtet. Po ne të lidhemi pak. Duhet prek syt. Jo, nuk do t'i prekësh sytë. Po. Harruam, i tham, si tham ne. Jo, nuk po thatë. Mirë që pyeta shoqet e mia, i thash do jem te Rudi, i thash. Po. E kush ishte shoqja jote? Me kë bëhesh më shumë? Nuk janë personazh publik. Ja, Linda, Jenny, Luna. Mandi. Bono. Po ne zon të mirë. Kam qenë nga ato gotat që nuk e di, kam përmendur në një shoqet e mia, as në intervistë, as Big Brother, as në gjë shkretat. Si. Kto janë vërtet emrat? Po. Po nuk të pres asgjë. Do pres vetëm një gjë të vogël, do pres atë fillimin që Amano, ti bën komplimente kësaj. Po, ju bësh shaka si që sot. Jenny, si the? Jenny? Jenny, Tea, Linda, Juna. Kiara. 5, do me thënë një tip që ke shoqëri të gjerë. Me çuna, ke shoqëri? Beson të shoqëria çuna goca?
Kam shok çuna, po, kam, por Ju rrej. po I evitoj kot. Jo. Nuk jam shumë Po që ka zgjuar shumë, je shumë e patudhës, pas asaj se nuk besoj shumë të shoqëria çun gocë. Paktën eksperjenca më ka thënë që nuk funksionon. Po. Gjithmonë Ka qenë problemi jote apo problemi I palës tjetër? I të dyjave. Po, Pare si shkon mendja njeriu nuk I di. Po, gjithmonë ka pas një kështu. Yes, ndodh ndonjëherë në gjë. Dhe pastaj fillon në menaxhimin e Alban Kondit. Apo jo? Direkt mas këngës me Vinvelin, nuam bashkë këngën dhe nga aty nis. Jeni bashkë apo jo? Bashkë, po, deri tani. Bashkë me Fabian Bashën dhe Fabian Osmanin. Po. I përshëndesim se janë të mrekullueshëm të gjithë. Me Albanin kam dhe raport shumë miqësor, edhe me Fabin patjetër raport shumë miqësor, edhe kam shumë respekt për ta. Prandaj edhe në këtë sens uroj vetëm sukses, besoj se janë në vendin e duhur në menaxhimin e tyre. Ja, shumë të mirë në fakt. Kam parë që ta lyhen të katërën. Si ndjesh? Hajde, jo, gati jam. Gati është pozitive, më është vazhdimisht pozitive. Kush është njeriu që të, po, aty. Më flit pak për të katërën. Ajo është një salcë e përbërë me domatet vogël, domatinë e zonës Napolit, speca djekito dhe dekito. Dhe piper I zi Himalajesh. Nuk është e parë, Lorea është ndryshëm, kërkon për shumë t'ja përshkrim për salcën. Salca është e ndjeshme, është djekse, është hot. Është shumë hot? Ja. Kjo jo dhe aq. E çik sweet. Po, vjen pak sweet kjo. E ndjen? Ke pas ndonjëherë një double dip? Një zhytje? Jo, asnjëherë mund të bësh të gjitha për herë të parë, po. Jo, asnjëri. Gjithmonë të thy, apo ka ndodhur? Ka ndodhur, po, na fal, dikush mbaj mend ka lyer edhe për herë dytë. Prije në montazh. Kush influenca me mirë para se të riflasim pak për aspektin profesional, për këtë mirësjellje që pam tëndën, për këtë energjinë pozitive që kemi parë në Big e tjera me radhë. Do të thënë këtë gjën që këtë maskën që ke pasat. Ti s'ma keq kupton se unë bëj shaka shpër. Okej, dakor. Ju adhuroj këtë lloj humori. Okej. Unë nuk mendoj se ti e ke mask këtë gjë, unë mendoj se ti e ke etik dhe norm këtë gjë personalisht. Kush është influenca më e madhe e jotja në këtë lloj etike, morali, karakteri që ke? Po, fati shumë I madh që kam pas me prindrit e mi, që më kanë ushqyer me këtë frymë, më kanë rritur. Kam qenë një fëmijë, si me thënë, edhe I rritur me shumë rregulla, nga një babash me natyrë shumë autoritare, edhe mamin super hiperprotektive ndaj meje, që gjithkohës më kanë ndjekur. Edhe kjo gjë, si me thënë, më mbajt deri në një farë moshe shumë brenda kuadratit. Shumë introverte, shumë e mbyllur, gjithmonë e sjellshme, asnjëherë për t'i prishur qefin njerëzve, për të bëj party killer I fare. Edhe derisa erdhi një moment, domethënë që mu desh nëpërmjet muzikës të kisha një lloj rebelimi, paktën të nxirre jashtë të gjithë botën time të brendshme. Dhe fat ka qenë më mbrapa që edhe në shtëpinë e dytë, po themi tani atë artistike që kam shkuar, po prap jam me njerëz që janë të kësaj lloji natyre, kështu që s'kisha se si të rrëshisja. Të natyrës se të qeni të mirë e tjere. Po, absolutisht kjo është mëse e vërtet. Shumë pozitiv, shumë të edukuar. Shumë e norma, po. Po, me qëllime të mira, me dëshirë të mirë, me një botë shumë të bukur. Që çfarë është e vërteta, pa dashur të paragjykoj, nuk është shumë e zakonshme në botën artistike që të gjesh njerëz që kanë një boshtë moral shumë theksuar, siç mund të ketë Albani, Fabi. Eksakt. Sa reklam, Albano pagesat e ke parasysh në fund. Ne në fakt, në flak fare kemi fut tashmë një rubrik të re që e kemi kopjuar nga një emision tjetër, që Si gjithë emisionin? Po, kemi kopjuar totalisht nga një emision I Topit, domethënë, nuk është fare ide. Po, e kemi marrë 100%. Edhe kemi një mesazh nga një familjar, të cilin absolutisht e kemi. Jo, mos ta fut. Po. Cilën kemi siguruar ndërmjet kemi një postier që e sjell dhe lexon. Oni postier? Jo. Jo. Kemi një mesazh nga një mesazh që duhet lexuar nga njëri joti I afërt, që do lexohet hajde Klepi. Mos jam fut kot. Po. Ka marrë vetëm për ty sot. Është I mbyllur me. Është I dërguar po. Mos ja fut kot. Po. Është një Pse kot ka marrë? Po se gjë e bukur. S'më kishte ndonjëherë. E di? Djem sin top. S'ke qenë ftuar në top prandaj.
Nëse ta lexojmë, besoj Jo, më muzika. shmang këtë lloj. muzika- Zakonisht shmang këtë lloj emisione se Si ke nuk e qenë? duk të experience. Është një mesazh shumë i Okej. që ku të duhet të bëj çik më majtas. Bëj çik më majtas, Klel, po faleminderit. Kam shumë emocione. Nis kur të ndihesh gati. Që ta ndjesh. Po. Faleminderit, hajde. Nuk kisha pse. Nuk kisha pse. A di. Leti faleminderit. Kladi mblidhe veten, vllachko. Faleminderit që e ndave me veten. Ishte mesazh. Do kemi kujtim që për gjithë jetën. Të ra mikrofonin nga emocione. Okej. E kush t'ja prisë mendja që Lorea do ishte kaq fani? Jo. I je shumë fani. Si u ndjeve pas këtij mesazhi? Çfarë ke për t'i thënë? Gjyqes tënde. Jesh. Kaq. Sot i ma bën emocionale, olla. Mos duhet kalojmë te salsa tjetër. Më fto gjua. S'po bardo dhe po pi, po edhe çik bumbu gëzuar të gjithëve. E pi çik alkool e ke qef? Shumë. Vërtet? E kam shumë qef alkoolin. Po jo Turp të dek. Jo për promovim alkooli, absolutisht. Po Po her pas pini here- se ju bën mirë ta. Po Po një got duhet. E ke qef shihet të ëmbla apo shihet më pak të ëmbla? Shin likeret. A ky edhe vera. është fiks për ty. Për shembull unë që kam qef po. Ja provoj edhe më thuaj. Cheers atëherë. Ja një Po të sekond pres. vetëm. Unë që jam kështu më tek shihet çik më burrorore. Mase, ku diun. Cheers, mirë se merdhe. Mirë se gjej. Oh, që ka shumë i mirë. Shumë i mirë. Oh, më pëlqen kjo shija mbrapa është, kjo aftertaste është Ka shumë. nota banane, vanilje, druri, këtë pak nga informacion. Nuk di të degustoj, po nuk e di nëse ti ndjen. Jo, lë një shije shumë të E lë mirë, një, po. më pëlqen. E gjeni lehtësisht kudo tani bumbun. Dhe që se mami është një figurë shumë e rëndësishme për këtë edukatën që të ka dhënë, idhull, role model, patjetër. Totalisht. Ç'do të bësh tani për 8 mars dhuratë? E di që është stres, se që nuk ka dhurat njerë që mund të ti dhurohet mamit për t'i shpreh gjithë Jo, shurinë dhe s'ka. për t'ia kompensuar. Është e vërtet. Ndoshta një gjë nga Gennari Donaldo. Po, nëse do diçka nga Gennari Donaldo, Ari për shembull është i shtrenjtë. Por Momenti nëse në do, burs, po. po nëse do, edhe ju nëse doni të bëni për 8 mars, meqense është një ditë e bekuar për gratë, për nënat, atëherë keni mundësi ndërmjet jutës që nëse e ndani me jute pagesën në 4 këste, mund ta bëni me 0% interes. Dhe përfitoni 3.000 lek ulje, ndërkohë nëse mund ta bëni blerje ndërmjet aplikacionit Majuta, atëherë përfitoni 2.000 lek nga portofoli për partnerët e jutës. Kështu që nxitoni për të përfituar diçka me 0% interes, nëse ndanin 4 këste. Shkojmë tek më dogji, më pse më dogji? Ku jemi? Ej, kemi umradhen jemi këtu. Ti e Jo, para. Jo më vjen. Jo, të lutem një. Ta bëj unë sa si. Njëkohësisht. Aha. Ej, ç'më ndodhi me këtë timen? Ah, Shikoj po ta Okej, prit më lër të ta përpunosh. ta përthith këto. Metabolizoje. Okej, ishte shumë e mirë. You like it? Shumë e mirë. Kjo ishte një yll. Wow. A ishte kjo? Ajo ishte. Kjo ishte shumë e mirë. Ishte e pesta o. Deri te pesa, ti pastaj në pesa 2. Mos haro ca për familjarët e mi. Familjarët e mi që tanë lektor. Mos ja fut kota një mix to mix. Është Cheers. gëzuar po. Ti të mendosh që po e paguaj. Ku bën? Sa herë i kthem të fjalët e Ramës, si të thon ka vetë ska Kam profesionist. thënë mos i paguaj se cilën më mirë. Ure po që je shumë e zgjuar ti. E shiko, ti në eksperiencën në Big, më shumë do kujtohesh si vajza pozitive dhe mirë, se sa kjo gjë që po shoh tani. Po, di qa? Pse s'ishte kjo? Po, çfarë të ndihmon aty është që ti nuk
ti nuk nxjerr dot gjithë ngjyrat e personalitetit tënd me këdo aty. Kupton? Mund t'i marrësh më të mirën secilit, pra me dikë do bëhesh sentimentale, se do të tregosh një histori personale, me dikë do bësh konfliktin, me dikë tjetër do bësh ato po themi diskutimet më artistike, me ato të ngjashmit e tu, po themi, me ata që ndan edhe zanatin, por është shumë e vështirë që çdo ngjyrë personalitetit tënd ta nxjerrësh me njerëz që nuk i njeh, që po themi ndoshta edhe nuk vibrojnë me ty. Nuk e kuptojnë humorin tënd deri diku. Të kuptoj, po a nuk e kishe parasysh faktin që loja të tilla dinamika ka aty që ndonjëherë mund ose duhet ta shtysh veten artificialisht që ti nxjerrësh në pak të ngjyrat e bukura që ke që unë po i shoh tani. Është të vërtet. Po, e di, u bë tërësnuese shumë shpejt. Edhe se di, unë kam edhe një natyrë që ose bëj klik me të parën edhe dal direkt në origjinë, ose jam super introverte, domethënë dhe më duhet një çik që ta zbuloj veten. Nëse aty erdhe sigurisht nuk u me asnjë lloj vlere si njeri për post ose bleze kundërta, se fitove, të gjithë etiketojnë si diçka që sie dhe e din të gjithë, se nuk mund të jesh kaq perfekt në sjellje, domethënë duhet të kesh ndonjë të met. Mirë. Shikoj se kam pas edhe vatra sherrri unë aty mbrëna, ëh. Kam pas sa konflikte. I kam pas sa kështu tet-a-tet. Po prap. Ja dy të vogla. Por ideja është që prap, unë ta thash, jam ndoshta edhe të qenurit disiplina familjare. Po edhe të qenurit shumë ndoshta më empatike se ç'duhet aty. Je shumë empatike ti, Lore? Jam shumë empatike. Po e vuan këtë empatizmin? Po ndonjëherë po, se më çon të bëj të marr ca vendime edhe të kem ca reagime që në fund të vjen keq për Klajdin? Shikoj, mua më vjen keq për familjarin tim që ka takuar Klajdin. Një dashni. Shiko, sensin e humorit e ke nota 10. Jo, më ta fut. Për zon, është shumë fani përfundimisht, miq. Është shumë fani. Jam rrit me Frencat. Unë shumë njerëz janë rrit me Frencat. Po, më beso. S'kan fare humor, honestly. Mendoja kështu, i kisha ndoshta një iluzion brenda kokës time që të gjithë njerëzit që shohin sistematikisht Frenca, nësisht 1000 herë seria, Klajdi u mërzit. Jam shumë empatike, dhe është duke i bërë për 10 minutash bullizëm Klajdit, kupton? Dil këtu, pallafaqo. Qa nuk kam bërë dot në Big të Të nxjerrin natë. O, zot, këto inatet e këngës magjike festivaleve po i dalin janë gjitha mallkimet që po të zënë ty Klajd. Të mërshme, nese, shiko, more shumë vëmendje, Po, është për Loren këtu. Dhe qofse ke mundësia të letrën në fund fare do dua që ma lexosh prapë, okay? Okej. Dakord. Kam përshtypjen, nuk do të etiketoj, por shumica e njerëzve që rriten me disiplinë shumë të lartë brenda familjes dhe kanë prindër, sidomos kombinimin e një babai autoritar dhe një nëne shumë protektive, përgjithsisht i çon drejt një natyre më anksioze. Për shembull, unë personalisht e kam, kështu i kam autoritar babain shumë, përgjithsisht rolet e prindërve kështu janë, babalarët janë më autoritar, nënat janë më empatike. Po kur janë hiperprotektiv dhe shumë autoritar, krijojnë një natyrë çik më anksioze, më introverte. Deri diku. Introvert s'do thoja personalisht, po në rastin tënd ndoshta. Ti je introvert. Ti je introvert. Unë jam një introverte shumë ekstroverte, nëse do të quajmë këto termat shumë moderne të TikTokish. Po pra, e kam me klik. Domethënë, arri që të nxjerr edhe më të mirën time në momentin që kam përballë një siklajte. O zot, po pse çka ka me ti? A duhet e kishe lexuar atë letër, Klajt? E të merrsh me sa, e shiko sa e keq është? Unë mendoj se ti mund të jesh një nga lojtarët më talentuar që ka shkel në atë lojën, po nuk e ke nxjerr në pa. Si dia që e kishe këtë? A thua? Po, të betohem. Unë nuk është e kam ndërvisuar pak njerëz nga Bigu, Nuk duke shumë smart. Oh, thank you. Po, ka të bëj shumë edhe ambienti, Ishte si asë kështu, po është, me ato që po i thot Klajdi tani, e kupton sa... Kush ishte kjo? Është gjashta. Gjashta. Djallush kjo gjashta. Do që qika? Ç'ke? Wow. Po shumë e mirë. Ti ke thyer dorën edhe pampirë, edhe bën operacione kështu pampirë.
I hapën trurin, tha dhe e pash muhabet me doktor. Në fakt truri ashtu hapet. Nuk vesh, nuk e di pse. Po flas për qartë, e di, po më ndjek. Po s've duart aty. Jo. Do që lotësh ai, Po ndjen dhe ti këtë? Po e ndjej që po digjesh. Ato thonjët që i keja gjatë nuk bën punë shtëpi fare, nuk prek gjendor. Ja, po qësisht kështu gotë llasuar. Je llasuar. Po. Vjen nga familje me lek, keni me lek. Do më të më rregulloj vetë. Më shaka. Se që... She's funny. Ishte fort, ë? Shoze, po lotor. Ka shpejt? Po, jo, tani prit. Jam shumë së dërlije. Okej, super. Vdiqja unë si e fshiu atë... E më shumë hapi gojnë se fshiu. Po ndi unë... Po më falë, pse duhet të hapësh gojnë? Kemi gocat e kemi... Jo, po pse duhet bërë, që ka kanë funksion? Me remailin e mësuar. Kështë shumë e keq. Më vjen shumë keq për ti në këto momente, po është mallkimi Klajdit që po kthehet. Sikur po më lexon letra duket. Klajdi thoshte që ti je një natyrë mashtruese. Gjithçka që shef tek ajo është Kam një pasur një gënje. interaktim një time me Klajdin. Po atë ja që Dhe më duhet. tham, po... Aq i duhet, më Hajde, beso. I mbaruar. Vllai, ki kujdes çfarë do bësh tha. Mua më tha, të dëgjova këngën e Retha për çdo gjë që duhet më thuaj. Dhe unë si kam thënë, as nuk i rash në qafë, dhe Klajdi dhe në to konkluzionë për mu. Imagjino të biesh në qafë, Klajdi. Klajdi prandaj të thaj që më bin qafë për çfarë duash, që mos t'i bish qafë, se di je se dërlije. E kuptoj. Më do dhe mua kjo, që t'jemi sinqert. Ky është një emision sadist. Ty të pëlqen të shohësh njerëz të vuajnë. Jo, e kuptova tani, është sadomasochist. Se dhe unë vuaj bashkë. Jo, po unë nuk e di. Po vuaj aq sa ty. Unë nuk e di çfarë më pret. Kështu që nuk ka asnjë lloj mazokizmi nga ana ime. Ti pse nga ana tjetër? Jo, ti e di çfarë të pret, ti e di që do vish në një emision që do digjesh nga salsa djegse. Dhe vjen me vendijen më plot dhe të pëlqen. Mund të ishte gjitha fake? Jo, edhe kanë thënë të gjithë janë betuar me fëmijë me kokë me bigjyshe, është shumë djegse, e dije. I shohin reagimet natyrale nga ana ime, nuk? Ja, kam seriozisht janë djegse. Jo, janë shumë. Ishte thjesht gjashta. Shiko, po nuk mos mendo se janë vetëm progresive, këtë po ta them. Pra, jo detyrimisht vin duke u rritur. Mund të rritet, mund të bëj çik ulje, mund të rritet prapë. Kush është sensi i niveleve pastaj? Pse se ke ndru venen? Më thënë, Që të shplodhesh çik ti, që mos shkosh direkt kështu, po që. Hajde. jo, unë jam këtu për sfidën. Unë kam po. Po për sfidën, po për gjithashtu, ke shumë ambicie. Shumë ambicie. Bëj çik pompa. Jo, por e kam marrë. Si ke marrëdhëniet me sportin? Shumë të mira, po i kam kështu... Nga larg, ke përse. Jo, shumë të mira i kam, se kam qenë historikisht njëri shumë kompetitiv, edhe më pëlqen sporti. Edhe unë jam një nga ato fëmijë që kanë luajtur deri 13 vjeç poshtë lagje, kupton? Edhe me A ke qenë çik si çun? Po. Je akoma çik si çun? Jo shumë si çun, po kam pas forcën, kam rezistencën, po themi, performancën. O lale. O daku. Shiko, me këtë xhumin që ke vesh, e para njerë, duhet ta themi që është sponsorizuar nga Moto Tasso. E vërtet, apo jo? Jo. Nuk, e thjesht e Po, pra, Tasso e përshëndes, kemi shok, po që realisht është shumë xhum i bukur, Ducati. Thank you. Është një nga markat më të njohura që bëhet Ducati e njihni të gjithë besoj, është një fshat ngjitur me Vlorën në veri kur ngjitesh Llogora. Ata e prodhojnë Ducatin. Lunet. Nuk e di ku është Ducati apo jo. Patjetër që. Ke qenë Ducat? Kam kaluar. Ke kaluar në Ducat, e di edhe. Po, patjetër, po. Ti nga je tamam, Lore? Morgjin? Morgjin. Babi ka lindur në Tiranë, nga ana mamit jam komplet Tironse. Dhe vetëm Goctirone, po gjyshi ka lindur në Gjakov. Kështu që unë jam gjyshi nga babi. Gjyshi nga babi, okej, edhe nga Gjakova. Gjenerata e dytë në Tiranë, domethënë i bie nga babi? Pra ke gen në Kosovë? Po, jam gjysë përgjithë. Ke një gege? Ke shkuar, ke vizituar origjinën? Kam vizituar, po. Edhe më ka pëlqyer shumë. A e riprodhondet? Po i kuzë. Riprodhondet folurën e zonës Gjakovës, ka flet babai apo babai ka lind? Jo, babai ka lind në Tiranë, edhe shumë pak. Nuk e ke. Një fjalë tek këtu, po shka me thombre. E bën çike? Po imitime bën? Ndonjëherë.
Imiton? Persona që njeh të jetës së përditshme të tjera me radhë? Apo edhe personazh publik, këngëtar? Këngëtar. Këngëtar imiton. Kë imiton për shembull? Britney Spears. Seriozisht? Mund ta bësh një? Se po ke edhe çik zërin e ngjirur, se më the që je çik pa qejf sot. Po, kam marrë kështu me temperaturë sot. Ka temperaturën ta themi? Ta thym termometrin me këto pikantet totalisht. Jo, ta ul, plumi me plum. Vërtet e Ta ke? ul, po se ndihmon qarkullimin e gjakut dhe qarkullimi i gjakut bën uljen e temperaturës. Është kot ajo që po them, po që thash një herë tentova. Po lyje. Okej. Shtata është, po. Kujdes mos lysh pak se e kompetitive. Vet i hap vet. Prit. Okej. Do ta frym? Të fry gojës. Ajo bje. Këtu jemi, e? Që ishte kjo? Kjo duket si... Që po hajt dru. Jo, Ka ngrënë? Po se ka dy kuptime. E s'po po hajt dru. Ka ngrënë ndonjëherë dru? Nuk e qenë e vogël në i pëllëm. Asnjëherë s'kan prek me dorë, prandaj e bër kështu. Nuk lë njeri pa sharë, mbajtas djathtas. Kanë edukuar. Po, asnjëherë. Asnjëherë s'kan prek, ë? Asnjëherë. Si ka mundësinë kanë kalë në dru? Mbas e ke merituar Rute. Bas. Si që ka kjo. Domethënë edhe shija keqe dhe o zoti i madh. Ka dalë provoj këto. Kjo këtu. Unë kam qenë më mirë në këtë sfidë edhe këtë të Rudi. Ka qenë kampioni kësaj sfide, vërtet. Që të thot? Ata si bin. Një ditë pas pesës, dy pas pesës. Të libertis më mirë një mosh në këtu. Kështu futit e teta. O, zot do vdes. Do vdes, Lore. Qëra. Do të herë që? Hajde, ciao. Tiq. Vdiq. Jo, kishte shumë të mërshme. Ka shkjo keq, ja parë. Zere se zështu, ka fut bidoj. Zere se zështu. Akull? Do akull? Do... Kam OCD. Qa ke? OCD. Qa është OCD-ja? Obsessive compulsive disorder. Një qatë se është reklam, Klajdi! është reklam, të ludhem vdis andej! Po, pa nuk bë situatë shumë e rëmullshme këtu në studio, kjo po ndjej qelzën time. Nuk po ndjen qelzën tënde? Po e ndjej. Po është okej. Okej. Është gjë pozitive, në momentin që s'do ta ndjeje do ishte problem. Okej. Dakor, kam një sfidë për ty. Unë kisha një pyetje për ty. Dakor, mund të pyesësh, lutem. Do të thënë për shembull, kur dele për restorante që si për ngacmim. Des më ka bërë askush një pyetje. Si për ngacmim, për shembull, të vinë të cellin një tabasco ose gjën më pikante që kanë. Do ta prec gjuhën dhe ta fus aty brenda të tona. Ajo është ka frigorifer, ishte freskët, besoj se do t'i bëj. Dakor, kush ishte pyetja? Nuk e di. Por të shkon një mund aty në një divan shtëpis, edhe mirë mangë. Fal, do ta ish. Është tek pak, do t'i bëj këtë punë ta, nuk e pagojmë. Sorry. Jam shtëpi, po. Kështu ke vërtet. Val, po e futi dhe të teta dhe të shtata, është budalla komplet, nuk di që dhe. Kush i tha, nuk di të numëroj, e futi të teta një, pasaj thash. 1, 2, 3 tha. Ajo është gjë e birë se s'kam nevojë ta paguaj, tha. Që ose të vdesat. Ne, se më thuaj, shkoj jam shtrirë në divan. Po edhe thua për shumë, të kisha ca salqiqe tona me salcë pikante. Po. Shkon me një? Po, dhe shumë njerëz më thonë, po pse? Po jo, nuk është normale. Tek salsa pikante. E di. Po, te sallame dona po, në sensi që më vjen. Edhe shumë njerëz më thonë na hape nepsin me ato. Çfarë po shkatrojnë studion tani vëlla? Të lutem se kemi intervistë. Mërshme. Si e, more vetë? Deri ku? Kam një sfidë për ty. Okej. Të gjithë akuzojnë për rrjetet sociale, e kam parë, dhe duhet të jetë patjetër e vërtet. Ma akuzojnë E mua? para një herë për kurnace. Unë? Po, kam Si jam nga Gjakova?
Po më paragjykon. Jo se i Gjakov, thjesht nuk jep lek. Unë Me pas hall, thot më mirë, nuk t'jep gur me vravet. Jo, se fut kot. Po, ore vdes për 200 lek. Dhe ky është një nam që kanë opinion publik për mua. Po. Në rrjetet sociale do nuk të jep. Mos ja fut kot. Unë jam tmerrsisht. Do me thënë, jo të gjithë, po Klajdi më ka thënë që nuk lale, është kurnace. Është, domethënë, gjithë të portret më ka bërë ai mua. Po dhe edhe ndjekësit e shtu vdekaj. Edhe ndjekësit e ti shko si është bërë. Jo, nuk më intereson. Çdo. Një 5 vjeçë. Jepi një 5 vjeçë. Po më jep po letën. Nuk do t'ja marrësh mbrapsht. Jo, absolutisht jo. Premton, se do kemi të regjistruar. Merr çik çantë. Unë kam gjitha me kartë. Oh, ups, Klajdo. Silla ata. Sa i keq. Është përgatitur shumë. Okej, është i përgatitur shumë për çdo gjë. Për të kërkuar lekë është njësh. Dakor. Klarisin. Ka dalë, nuk është e vërtet, unë po bëj shaka. Sigurisht. Kush tha që mund të jetë thjesht shaka që të kamufloj faktin që është e vërtet. Ti po më bën një reverse psychology. Shisa e zgjuar është, e kam në vlerësuar. Nuk e prisja që mund të jesh kaq inteligjente. Come on. Je shumë inteligjente se unë. Mos ta fut kotën. Të betohem. E di. Kam një kështu, meqenëse ta akuzojnë për rrjetet sociale, që mos qesh të lutem jon. Okej, qëllimi jot është që thjesht më dëmtosh imazhin. As pak. Nuk besoj se ka pas një intervistë më të sinqertë dhe që njerëz kanë kuptuar se sa tip gallati është së papari. Okej, jepi. Ta akuzojnë që zëri jot, ky është akuza, që zëri jot është i gjithë me efekte. Jo. E ma nëse i vendosin 200 efekte, thot. Një, gjë që s'është e vërtet, sepse unë e di. E di nga Albani. Megjithatë, kam një sfidë. Sfida është kjo. Nëse ti arrin ta bësh, do kesh të drejtën të pish ujë ose çfarë duash për të shuar djegjen që do t'i japi Salseradës. Nëse nuk arrin ta bësh, do provojohemi të dy. Po. Tani unë e di që shumë e vështirë sepse në këto momente ti je gjatë djegur. E di që je me 37,5 temperaturë në këto momente, gjë që ka rezultuar shumë mirë për emisionin tim. Unë e di që më po më bie temperatura, është ajo që the ti. Po. Doktor Rudi. Imagjino ta kesh dashur këtë çfarë mund të bëj, ta kesh nuse pastaj. Imagjino. Okej. Atëre. Më mirë, jo. Sfida është kjo, e di. A mund të kapësh ti që ke influenca ndryshme muzikore një këngë nga muzika jazz? Çfarë të vjen e para? Një refren të vogël. Jazz. Jazz. Unë kam qenë në Jazz Fest. Tani po blen kohë që të gjesh, do t'i gjesh shpejt. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, si vazhdon? Okej, kaq tani gjithë. Ju ishte shumë mirë, bravo. Blues, kemi të zhanëri blues, vjen diçka? We only said goodbye in words I died 100 times. You go back to her and I go back to black. Okej, më dozësh. Okej. Rock? Rock. Rock. Me R. Me R. Ti thon me R, rock. A është rock apo rock? Jo. If we'd go again all the way from the start, I would try to change things that killed our love. Your pride has built a wall so strong that can get through. Is there really no chance to find love and start once again? I'm still loving you. Po zëri dy të bëri të gjithën. Bravo dhe jemi tek hip-hop. Cause I'm feeling like I'm running, I feel like I gotta get away. But I know that I don't and I won't ever stop. Cause you know I gotta win every day. See, they really wanna pop me. Just know that you would never flop me. I know that I can be a little cocky. You're never gonna stop me. Every time I come on, I gotta sit it, then I gotta go in, then I gotta get it, then I gotta go blow in, then I gotta shut every little thing, then you gotta be doing, cause I... Doesn't matter, I'm gonna... Dakor, bravo, dhe kete të fullit talava.
A te kilo vava. Bravo të qoftë, bravo. Komplimente, ketë drejtën e të pirit ujë, tani ketë drejtën a madhe detyrimin që të jo, ujin duhet ta pish. Pas salcës. Po pas salcës po shtyn punë. Nëse të pije. Te teta jemi. Cheers. Ah. Jo, nuk quhet tani. Po që e hëngra. Mos zot sa lastuar është. Da. O zoti ma, qa ishtë? Jo. Jo. Në shafut ko. E di. Jo. E di. E di, djek. Oj, po më dridhe dora, s'ka mundësi. Qa po e djek me të parën. O, zoti ma. Po, ti më the mua, Qa të thashun? i nxeti me nxetin, i ftotin me të ftotin. Ju më thash, i nxeti me nxetin, i bie që ta lyesh prapë tek ajo, çdo me të ftohtë, bëret nxeti me ftohtë. Por ke menduar të bësh në një aktrim ti kaq. Spol me mua. Mirë. Ishte kode, ka Njëra i burr. Ju do përfundoj në kthetrat e tua. Asa i vetë nuk e di sa me fat është. E di që është fat, po thjesht nuk është fat i mirë. Për në cikat ke shfat e kërë të E qartë, është fat i keq ta. Po, dakor. Do kesh fat vlla, shumë. E jo. Aje këti. Po të gjojë zërat në kokë. Nëse ato i dëgjon gjithmonë, mos ja jep salt. Të ndihmon, muzika të ka ndihmuar Jo. besoj në momentet më të vështira të jetës tënde, kështu që është një moment shumë i mirë ta përdorësh. Nxirr një amanet. Amanet më degeneruar që kam thërë në jarë. Edhe ta mendosh që është vetëm teta. Kështë është shumë keqe. Po lodhesh. Ema, po s'kam parë gocë më se dërlije se ty, Lore. Allah gëzuar. Ta pasha me smur. Gëzuar. Jam Kur është smur? Plak, plak. Ej, Jam smur, dhe pastaj thaja me 37 gjysë, e kuptoni miq, që është. Dakor, shiko, Lore, është momenti që të përballemi me një tjetër sfidë. Dhe është sfida të më në fund e të vërtetuarit se sa sinqert apo jo je si natyrë. Në të gjithë këtë emision kemi vënë diskutim sinqeritetin tënd dhe jo se s'kemi pas burime të besueshme për ta bërë diçka të tillë, sigurisht kemi më shumë se gjysmë burimi që të të dyshojmë. vdesun sot? Ja u them gjithve, që nëse do vdisje për kësaj, e di se sa shumë klikime do merrte, do ishte flak fare, do ishte në Nuk titull jam gati të vdish në sakrifikohem emision. për ty. E di, po unë jam gati të sakrifikohesh për mua. Këtë do ishte shumë mirë. Në fundi ja vitit i ke bërë, domethënë. Pak të kontaktin e familjarëve të mi e keni? Ja, Po e kemi nga letra, nga emaili, ka dërguar gjyqja Lini po. diçka për ata. Se ka mërë gjyqja? Nuk e tonë ma. Ka ndëruar i... Po ti nga e more letrën. Kam nga tru gjyshe. Ke marrë gjyqja, ke lexuar letër tjetër? Është momenti se vërtetës, Lore, ne kemi marrë një Kur pajisje. jeni ju të sinqertë me mua, mos sinqert me ty. Dakor, po shiko, ti e bën për veten, nuk e bën për mua, Lore. Ti je sinqert për normat që ke si njeri, nuk e bën për mua. Do të po ti isha mashtrues, do mashtroj edhe ti? Po ke lere, kujt ishte? Nuk e di gjyqja e kujt është. Lore, kemi detektorin. Po ndel ty? Jo, nuk po del ty, po kemi E di. Duhet si ta bëjmë, duhet heqësh atë, duhet heqësh xhupin. Është e vërtet, sepse nuk të... Si mund ta marrësh xhupin vetëm nxjerrësh vetëm dorën? Si mund ta bëjmë? Po s'del ajo aty, prit një sekond. Po bëjmë kështu. Hajde, ja. Ja. Tani, Klajdi, Po që po më kanë paguar ta vesh këtë xhup. kanë paguar. Edhe vetë. Vërtet kush ka paguar? Moto diçka që dhe ti. Më do tasë. E më kam seriozisht, e ke bler me lekët e tua apo është sponsor? No, kam bler me lekët e mia. Sa e ke bler? Në kant. 180 euro. Po. Në zanjori? Nuk e di, më. Vëllai, që në dolën po kë. Kjo është një situatë dhe një procedurë të jetë normale në Ballkan. Po patjetër, nëse kalon të 30 jetat që i ke kaluar ti, e di. Tani mate.
Tani madhe. Tani, Klajdi specializuar ka bërë një trajnim. Që do mbyll ai? Ta, çfarë mbyll? Klajdi ti ke bërë Klajdi, trajnim? jo, Klajdi Klajdi po haron mendoj. që ka një Klajdi haron që ka një stetoskop edhe i kanë vesh e dëgjon të gjithën dhe afrohet kështu duke menduar se dëgjon mirë. Klajdi, po dëgjoj të I specializuar. të kërkoj ndjes. Shiko, Klajdi, unë do të bëj një pyetje. Klajdi ndërmjet të parit të tensionit tënd, ka luhatje dhe rrajeve të zemrës tënde është në gjendje është specializuar në fier për këtë gjë. Për të kuptuar nëse është e vërtetë ajo që thua apo jo, gjinde keti, këtë kemi vendosur që kur ke hyrë në këtë emision, ju drodh vesh i majt Klajdi, por do të përcaktojmë nëse gënjen apo jo. Kjo është. Unë do të bëj pyetjen, ti do përgjigjesh. Perfekt. Dhe do thot Klajdi, e vërtet? Jo e vërtet. Klajdi është një farë sensitive, po. Është shumë sensitiv. Okej. Shumë. Biles ka ndier tërmetin e Para mimbe. po. Po unë edhe stresi kemi qenë parët. Stresi që ndjej njerëzit apo? Po fal. Të kërkoj ndjes, nuk e di ka një aftësi për të qeshur. Makina e vërtetës pra. A ke vjedh ndonjëherë në jetë, Lore? Po. E vërtet. Po? Po. Mund ta Kam vjet kështu të flokëve. po karfica, kështu nëpër parkeria, gjëra. Me siguri ke vjedh dhe zemrën dikujt. Oh. A ke qenë ndonjëherë për dashurinë, Lore? A ke? Qarë ndonjëherë për dashurinë? Oh, shumë shpesh, po. Gënjen. E kam seriozisht. Gënjen. Ke drejt. Ke qarë për dashurinë? Kam qarë për dashurinë. Po, unë kam Ku ishte bërë e fundit? muzikë për dashurinë. Në kur është e fundit? Para se të vija. Okej. Çave pra për dashurinë para se të vije këtu? Po, po. Ti nuk më pyete për ç'do lloj dashurie. Për dashurinë për jetën, dashurinë për shkrim. Dhe po. Qartë. Ke thënë ndonjëherë me veten, "Oh, po kur bëj ajo këngëtare." Po, më kam thënë një gjë tipi Është e vërtet, ka thënë dhe akoma dhe më keq. Dallon dhe E dalloj. Unë jam në brendësi të çdo lloj gjëje. a ke pas ndonjëherë crush në një personazh publik? Po, kështu krashe artistike. Qartë, këm. Po. Ty. Kom. Falenderoj. Është e vërtet? Është e vërtet. Ama ti tani! Është e vërtet. Të të bajanën time! Paguhet la. Okej, shofe. A të ka pëlqyer ndonjëherë profesor që të ka dhënë mësim? Jo, s'kan qenë gjë. Është e vërtet nuk kanë qenë gjatë. Qajdi. Orakulli. Kush është njeriu më i rëndësishëm në jetën tënde? Unë, Gënjen. prindrit e mi. Vllai im, Ke vllai po. ke vllai po. Unë jam bërë mbesë së fundmi. Vërtet? Jo, më larg se par dje. Seriozisht? Po, jam bërë hallë vere të parë. Është mbesë. Ama lejta tani. Po, e bërë është me gotë, urime, me është po tani po Është e vërtet. është e vërtet. Është e vërtet. Urime me jetë gjatë. Faleminderit. Do shkojmë te nënta? Goc. Po, më Goc, mbesë, mbesa ne- është akoma goc, po? Po e qartë, po nuk e dëgjova pjesën e mbesës, po kanë Okej. lënë. Mrekulli. Kush njeriu mirë, ta thashë në Big shkove për eksperiencë apo promovimin? Bashk, Bashk. të dyja bashk. Është e vërtet. Është e vërtet? A të intereson fama, Lore? Po, patjetër, këtë industri që jam, po. Po më shumë më intereson që të lexojmë. Që të futem në histori. Kjo është Të Këshilli fundit besar. se dëgjova doktorit, ç'ishte kjo e fundit? amanos. Vara, s'ka gjë vëlla, mos e Çfarë dëgjosh? dole nga Bigu se ishte shumë e mirë për atë lojë. Është Të e thua vërtet. ti, faleminderit. Është e vërtet. A voton për PS-n? Unë Matë e mirë këtu. Jam këtu. Hapi çikajër asaj. Është me lesein. Mund të dallosh dhe çfarë mendon? Mona flisë shumë mirë për mua. Mona, po. Gjithmonë ka komentuar Të shumë. gjithë kanë folë mirë për ty. Pra me të nxorën. Duhet të flasin keq aty. A mos e bishë. Lejohet? Po tjetër. Sa para ken banko, Lore? Vetëm kesh marr. Vetëm kesh. Sa kesh ken jo në bank? Po ta kuptoje këtë, dhe po ta lidhe me momentin ku unë i thash këtij, unë i kam gjitha në kartë. Dhe kuptoje që unë po gënjej pa nevojën fare të stetoskopit. Më ndërpreve bas se sa desha të them ku është pozicia ime. Ku është pozicia ime.
Është e vërtet do të thotë. Është vërtet. Kush janë më të mirë, Jugor apo Verior? Gjithëra? Verior atë? Verior. A e ndjek vërtet flak fare? Po, shumë. Ma të ke filluar i bëri mërzitshëm. E bëri mërzitshëm është e vërtet. Është i mirë, faleminderit. E kalove testin dhe e kaloj, sa doli 90% e vërtet? Është okay. Është shumë mirë deri tani. Ndonjë këshill? Ej. Lale, ti nuk punon shumë kjo gjë, aso kam bërë kështu si. Vazhdo kështu që e më e mira në Big Brother. Unë jam jashtë. Dhe unë jashtë. Okej. E nuk e di pse do të jenë biseda të çuditshme këtë tip. Shkojmë te nënda? Oh, okay. Po doja të shkoj te nënda apo jo? Do marr këtë tani. Oh, kjo duket si Shiko. Qak. Je gotë me seder. Jam. Jo do luajmë bashkë, jo do bëjmë cin-cin. Cheers. Cheers. Na rrit zoti. Po ta bëjmë cheers edhe një herë. Po nga ana tjetër unë fshi pak të ty edhe vare. Me tham që ti je zgjuar, mos u bë djall. Më lore se s'është ai djekse kjo. Po ka ngel ajo herës kaluar, tjetër. Pse s'doj, më duk sikur do diqte shumë, po Jo. Por çka kemi ngatuar diçka këtu. Çka ndodh? Jo, djekse është në fakt, po nuk është aq, ishte më djekse. Po njëri që ha me duar, Po, di që patatet e skuqme dhe pica 2 duhet hanen me duar. Edhe mishi. Mishi. Barcelet edhe kemi tradit në flak fare. Okay. Ai Barcelet po është shumë e çuditshme. Është shumë e shpejtë, se nuk është se jam njëri Barceletash. Ishin 2 qime, po kalonin rrugën, njëri shtypi makina, tjetra shpëtoi për 1 qime. Është okay. Nuk e di, okay. Është skandal. Një nuk ishte gjë. Do të jemi sinqert apo do të gënjej? Nuk di Barceleta prandaj. Po pse, si ka mundësi? Si njëri që duke sigurisht predispozuar dhe humori. Cila situata më sukleshme që të ka ndodhur ndonjëherë sken? Është ai momenti që zbret shkallat nga skena. Kjo është me sikletë. Pas. Kur mbaron nga ajo të zbret? Po. Si është plani tani, Lore? Një cikël i ri muzikal. Kemi parë kështu të eksperimentosh çik? Do vjosh me eksperimentimin? Tani duhet të sjell një gjë pak më afër rrëmve tona, pak më ballkanike, pak më komerciale, duhet të jem pak më transgresive. Që do ketë motive shqiptare, po mos më falin. Në folk, do fundi element e folk. Është bërë mod tani kjo muhabeti folk. Jo. Ama janë bërë mod tani. Jo, asgjë ngjashme me çka ka sjell Shkodra, çka kanë sjell RTS-ja këtë vit, s'ka lidhje fare. Fare, gjithashtu më elektronike. Do jesh më okay. Po, gjithmonë me motive elektronike. Aty synoj, domethënë, elektropopi. Ti bëre edhe bashkëpunimin me Kreshën. Me Kreshën. Edhe bashkëpunimin me Elinel me Cricket. Yes, më vonë. Të dyja super bashkëpunime për sa i përket peshës, karrierës, çfarë përfaqësojnë në botën muzikore. Kresha për mua është, I don't know, probably për mua mund të jetë the best. Pse fol anglisht nuk e di, më i miri. Për mua, për shihet e mirë. Si mund të jetë me Kreshën? Si është ai si djalë? Është cool. Është artist. Është cool. Super artist. Me thënë edhe si njëri të atakoje të e gjithë energjia vet, që nga luku, mënyra si fliste, le që ishte shumë i thjeshtë, dhe këtë kam kuptuar që artistët e ndëjmë me vërtet janë shumë thjeshtë. Yes. Si ti. Okej, ishte shumë qejf të isha në studio me Kreshën. Shumë qejf. Energji super e mirë. Pse më ofendon, nuk e kuptoj. Jam kënaq shumë. Ai jo me ty, me siguri. Ai jo me mua. Po, ose nëse s'të ka njohur me siguri me këto sytë e pafajshëm do i bësi më kështu patjetër, por në momentin që fillon del një Clyde dhe të nxjerr se kush je në të vërtetë, atëherë fillon të nxjerr kthjetët e tua. Del një stetoskop do të thuash. Stetoskopi Clyde, po vetë Clyde është një stetoskop. Quizi radhës për ty si. Është quizi, do të ngacmoj edhe një herë për këtë muhabetin e Bikut, nuk të bezdis ty. Të bëj ca pyetje. Maksimum bezdis Bikun. Apo është loja e flak fare.
kush mendon se është lojtar më i mirë nga këta? Okej. Selin apo Miri? E di, nuk dua t'jap një përgjigje kështu politikisht korrekte, po janë të mirë sepse luajnë me njëri tjetrin. Kështu që njëri jep tjetrit edhe tjetri jep njërit. Dhe ai e pastaj prap aty tjetër. Po Selin apo Miri? Që sa më pyesësh kë do të fitojë nga këta të dy, do them Selin. Selin. Okay. Selin apo Gimbo? Selin. Selin apo Greta? Selin. Selin apo Birkena? Preke, apo Selin. No. Po mirë, me që i dash shumë Selin, do jap Birkenës tani. Birkena apo Mateo? Birkena. Birkena apo Alessio? Birkena. Birkena apo Artani? Birkena. Birkena apo Rogerti? Birkena. Birkena apo Joela? Birkena. Birkena apo Marco? Birkena. Birkena apo Stenaldo? Birkena. Birkena apo Nën Terez? Birkena apo Mali? Birkena. Birkena apo Birkena? Birkena. Of course. Birkena Paj. Birkena apo Cristiano Ronaldo? Mateo. Mateo apo Messi? Më duket se po shkonte mëja. Sabiani. Dakor. Dakor, fiton Sabiani, pra e kuptova, do me thënë ti do të fitoj Birkena. Ose Selin. Ose Selina. Një nga gocat, po. Je feministe? Po, s'ka ç'bëj. Çfarë nuk kupton me feminizëm? Trinë barabarta. Aq po. Kaq. Po që mi të gjithë. Edhe Joni feministe është. Po, Në shumë këtë bukur. sens. Duhet jesh. Po. Bukur. Je për familjen konservatore klasike apo je më shumë për, do me thënë, je e majt apo e djathtë? Në sensin e bindit, je progresiste apo konservatore? Po flas për shoqëritë moderne, nuk po flas për Për një që pak më liberale. je çik më liberale. Po. Je mirë. Duke ardhur nga një familje konservatore, dua absolutisht të ruaj të gjithë Vlerat e konservatorëve. vlerat. E qartë. Absolutisht. Gjithë ato të cilat ja unë jam rritur, por duke u përshtatur gjithashtu me popën që jetoj, no? Momenti 10-s tani. Ej. Tani 10 do patate, do salcice, do vetëm lësa ka. Okej, një patate. Unë do ta lyej me tonën. E di, okej, lije fare. Çfarë do thuash? Prap do të nxjerrësh helm nga gojë. Ç'është kjo? Salzieksëm është. Po pse më pëlqen entuziazmi ti më kështu? Ajo është salsa më djegëse në botë. Çdo të shtunë, ora 21 në Vision Plus. Sa duhet të Ja, po lyje, duhet mirë, duket lëviz, jo, tërgoja po, kamerën mirë. se e kjo lyje. Hajde mo. Pastaj thua s'na djeg, se nuk e lyni, prandaj. Po mos më krahasa mua me tuarit e ty. Shiko, meqenëse se jemi këtu. Stefi nuk e ka lyer. Lezetshme ishte. Ha. Cheers. Cheers. Ha. Na bëft mirë. Se ka lyer mirë. Jo. Po. Jo më përballoj. Ndi organet. Organet e kujt? Klaridit. Nuk ka si vesh ke Klajdit. Po pse e lyen tek njëshi prap? Nuk ka këtë që bërë pik kjo. Ndjem njësh. Okej? Ke vese si gjeri? Wow. Një sekond. Dojgje qika. Erdi, vjen si val kështu, kjo është e poshtër, është e... tani madha dhe mua. Nuk duhet pishuj. Pi qikuj. Shiko, këtë jemi sinqert, alkoholi ndikon më shumë, më mirë... Ves kafeina? Urdhë? Kafeina? Kafeinën ke ves, kishe ngel të pyetja, çfarë vese shke, vetëm kafeinë, vetëm kafe, kaq. Kafeina, po. Tjetër? Nuk e di. Një të metë që ke? T'jap fal. shumë lumturi njerëzve, një ves? Aha, S'bukuroj njerëzve? dakord? Që do thot? Ja, be shaka. Një të met. Jam impulsive, ma jam kështu, gjysë bipolare. Kam vuj Se i nga presim këtu. lëkundjet të tmerrshme të humorit. Ti e pret, po. E disha pret? E që do më presi që? Që do bësh? Një tjere prerje. Montazh. Sot kam frikë. Kam frikë. Do me thënë je vërtet kështu, ë? Ke
Jo. E mos e s'arrit kuptoj tani kur thua, do të thënë kuptoj, po duhet të bëj kështu si kinez. Po, Po dukesh je Kjo ma dha shumë keq stomakut, se ke i den. vërtet? Të dhëp stomaku tani? Po. Edhe bua. Po vdek gjua lal. A më t'jen lumëturit e kur e bën të emision? Po sikur, shiko, ishte një bisedë midis një sadisti dhe një bazokisti. Okej. Dhe bazokisti i tha sadistit, më gjuaj, i tha. Dhe sadisti i tha, jo. Jo, sa e thellë kjo. I know. Dikush më ka, një grusht në stomak nuk e ke i den. Më thënë ti e ke i den. Po nuk e di që mund t'jesh që e bën këto gjëja. Po kur ja bëj vetes time, imagjino sa mund të më dhip se shti, domethënë, pse duhet të më dhim se shti? Mungesa e empatisë është tipari një sociopati. E kuptoj. Pse duhet kritikosh veten vazhdimisht? 1-0 për Rutin. Shiko, jemi 5-1 deri tani për ty dhe kjo e gjitha sepse të kam lënë. Me iluzionin se e mirë, sepse shet për emisionin tim, nuk e kuptuar akoma që ju lë të mendoni se jeni më të mirë se unë. Pishaka. E u përvëllova. Por, Kjo është shumë e keq. nëse s'ke diçka për të shtuar, si të tipit një libër i ri që do bësh, ose një projekt të ri që ke, ose diçka që unë nuk të pyet aty, që e them me gjithë tuarit këtë gjë, sikurse ja thesh dhe Stefit, atëherë duhet të shkojmë deri në fund, kemi harxuar 6.000 lekë drit atë. Plus Clyde. Duhet qëndroni të kanalizuar me kanalin tim të YouTube-it, sepse do vim super muzikë. Kanali YouTube-it që e gjeni lehtësisht është Brikena. Mateo. Briteo. Po i tani më, momentin. Lore. Shumë këngë të reja, shumë eksperimente, shumë gjëra të bukura që të sjell. Mundësisht për të ardhur dhe për të promovuar edhe një herë tjetër këto të ty. Me kënaqësi më të madhe. Kësa radhe, do t'i bëjmë rregullat. Do t'i bëjmë salsat të shkartisura. Dhe do jemi të fashuar të sytë. Dhe thjesht do... Dhe la kuriqe. Do të ngjym. Jo! Po dalli që flasim, nëse. Jo. Të kanali YouTube sikur se përmendi, realisht do ketë eksperimente, unë e di edhe nga brenda, do të kenë eksperimente tipit do hahet koc dhe pastaj do konsumohet qumësht, lloj provash të ndryshme në kanalin e Lores. Megjithatë, për te çdo lloj shakaje, unë mund ta them me sinqeritet më të madh. Është realisht reaksioni më i mirë që kam pas ndonjëherë me një të ftuar. Dhe kjo është e gjitha për merit Clyde. Clyde, falenderoj shumë. I ke sjell një element të jashtëzakonshëm këtij emisioni. Mund të vish këtu Clyde, për të vish për mbyllje. Clyde, unë do atë letrën ta lexonim edhe një herë. Edhe cheers sepse ka qenë një ndër intervistat më të bukura që kam bërë ndonjëherë. Ndër. Lale, unë kam parë intervistat tuaja janë dram. Okej, intervista më e bukur e gjithë karrierës time. Dhe kjo komplet për meritë të ç'e bëri letrën. Është komplet për meritë të komplet salsa. Të falenderoj zakonisht shumë. Mendoj se super talentuar, super fani, e kam shijuar maksimum, ke surprizuar në maksimum, nuk e dija këtë aspekt të ndin. Je super, përveç se një super këngëtar, një super artiste, që ke super përdora 10 herë super, po je vërtet jashtëzakonisht interesante si njeri. Prandaj të falenderoj shumë. O kënaqa shumë. Kjo është nga Argjendari Donaldo, ai se ti e di që ne e bëjmë. Donaldo. Klaj që do të lexosh. Sa e bukur. Yes, është me goglari dhe me kështu. Oh, sa e bukur. Çfarë do të lexosh? Ndërkohë që po e mbyllim këtë emision. Po më jep zarfin bosh ti fus 50 kështu. Po. Kam e kart. Para në sy. Ba, të bli një gjë çfarë duaç vet. Me letër. Dua të falenderoj dhe t'i uroj edhe një herë suksese Lores. Ky është shembull se si duhet bërë një intervistë. Duhet falenderoj Clydein, afrimin më të ri. Jo, kështë shumë të temër. Jo. Në Kosovë është 3 herë. 3. Shumë e bukur. Faleminderit. Matematikat. Dua të falenderoj, po, ishte 8. Dua të falenderoj sponsorat tanë, sallamet tona që ndodhen gjithmonë pranë nesh, Rum Bumbu me shije fantastike, kurse e marrove, jo, akoma. Gëz. Dhe çfarë harrova? Sallamet tona Bumbu, jute Argjendari Donaldo i përmenda të gjitha, dua të falenderoj të gjithë juve që na ndiqni në rrjetet sociale dhe në Hoje Media, sigurisht bëni subscribe në kanalin e YouTube-it. Kjo për të vënë arsye për të konkuruar Loren dhe sigurisht flak fare follow në Facebook, Instagram dhe TikTok. Çfarë po bëjnë ata dy? Natë mirë miq.